janë makinë teme sot. Por Kadrin e Malqinetit do të kisha po një tregim sot. Edhe herë, po të kisha pas mundësin, edhe po të kisha pas kohën, do të kisha pas një dëshirë të madhe të shkruja një tregim sot për Kadrin e Malqinetit. Mirë, për nuk e kam as kohën, as mundësin, por kam qef të shifja këtë tregim të shkrum. Të ishte naj pena mrekullueshme, për shembull si Myrtaj Farruku. Një tregim të thjesht, një fabul fare të thjesht. Kadriu e kishte një hallë atje në Malqinet. Edhe kur shkoj tek halla, Kadriu atje kishte komshie një gocë të bukur. Si qunin këta? Gjemilja, ke goca. 22 vjeçë Gjemilja. Gocë mrekullueshme, s'kishte dalë as në Itali, as në Gjermani, as në Tiranë, vetëm shkonte kështu. Po gocë mrekullueshme dhe çik qeflije, po pa çuna, edhe zguxen çunët futen aty se të vrasin ata. Komshit e tjerë, fare fisi. Mirë po, me Kadrin, aja fliste u knaqte. Ke shtëpia hallës e vitë dhe ke shtëpia hallës. Edhe Kadriu është në Amerikë, Kadriu, ka ardhur në Amerikë, Kadriu. Në Amerikë sa varkush, nuk ta varkush në Amerikë. Vetëm, po edhe ato balenat e mëdhoja që janë saj pallat, saj maune dhe ata s'ta varin. Kështu që mirë po, Kadriu fliste në telefon për ditë e për natë, me Gjemilën. Edhe menonte që po ta ketë Gjemilën këtu, Gjemilën as në Hollywood, nuk mund të gjeje me trup aq të bukur, aq të pashme, aq të lezetshme, aq të tomëlt, aq të shishme. Edhe Kadriu 52-3 vjeç këtu, po fliste për ditë e për natë, në chat, në Messenger, ku di ose që bonin ata. Ju mund t'i merrni me mend vetë, çfarëdo që t'i pëlqej juve, çfarëdo që t'i jap imagjinata juaj, ata i bon të Kadriu me Gjemilën në chat privat. Po jo vetëm kaq, po i kishte bo edhe i kishte hudhe këto dokumentet për llogari që ta merrte këtu, edhe ta kishte afër, do habite i madh i vogël gjithë bota, njerëzit me të cilin punon, shokët e miq që ta kanë këtej, do habiteshin ta shifshin Kadrin me Gjemilën. Ja boni Gjemilës. Ja boni Gjemilës ata dokumentet, Kadriu. Shkoj dhe e mori me na mujt, sapo i dolën ato dokumentet viza, ja gjeti edhe një dhomë, larg shtëpisë, po një dhomë vete, ku ta kishte shkonte atje, si shtëpi dytë. Pasi javë sa e pru këtu. Nuk i net Gjemilja më ta hiku Gjemilës, se Gjemilja kishte kujtu me gjithmen, që lindë kokën mës Kadriut. Kadri tham që kishte emrin i venisëm. Ajo vetë nuk kishte tau, nuk kishte mashtru, nuk kishte lozrol, nuk kishte heq, por ajo